Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë. Nëse vuani nga diabeti, mos i fusni në gojë këto 9 ushqime. Diabeti kërkon përkujdesje të përditshme që përfshin monitorimin e sheqerit në gjak, të ngrënit e një diete të shëndetshme dhe natyrisht duke mbajtur në qendër të vëmendjes problemin tuaj. Gjithashtu edhe duke i ardhur në ndihmën shëndetit. Kontrolli i peshës është i rëndësishëm kur jeni me diabet. Nëse jeni obez, pra mbi peshë, duhet të humbisni disa kilogram. Qofte vetëm 4 deri në 5 kg mund të ndihmojnë në përmirësimin e ndjeshmërisë tuaj në insulinë dhe kontrollin e sheqerit, në reduktimin e triglicerideve dhe kolesterolit LDL, si dhe të ulet tensionin e gjak. Një dietë e shëndetshme për diabetikët do i ndihmojë ata në menaxhimin e peshës dhe t'ju orientojë drejt ushqimeve që kanë efekte pozitive mbi nivelin e sheqerit në gjak, ndërsa ju udhëzon të mbani larg ato ushqime që shkaktojnë rritje të rrezikshme të sheqerit në gjak. Në këtë video, sipas Delsaj, do të rendisim disa nga ushqimet të cilat duhet i qëndroni larg nëse jeni me diabet ose rrezikoheni prej tij. Evitoni ushqimet e ëmbla. Sodat, ëmbëlsira dhe ushqimet e tjera që kanë në përmbajtje të tyre kryesisht sheqer, konsiderohen si ushqime të varfra në karbohidrate, jo vetëm që këtyre ushqimeve ju mungojnë vlerat ushqyese, por gjithashtu mund të shkaktojnë një rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe të krijojnë probleme me peshën. 2 faktorë nga këto të cilët rëndojnë komplikojnë edhe diabetin. Në vend që të kënaqni dhëmbët tuaj me ushqime të ëmbla dhe karamele, zvendësojeni ato me fruta të shijshme, të tilla si molla, manafera, dardha ose portokalli. Këto fruta janë të pasur me karbohidrate, përmbajnë shumë fibër për të ndihmuar parandalimin e përthithjes së glukozës, kështu që ato janë në një zgjidhje shumë e mirë për të kontrolluar sheqerin në gjak. Evitoni lëngjët e frutave. Ndërsa frutat të tëra të pasura me fibra konsiderohen të shëndetshme për sa i përket karbohidrateve për njerëzit me diabet, lëngu i frutave të shtrydhura është një tjetër histori. Njerëzit me diabet duhet të shmangin pirjen e lëngjëve të frutave dhe nëse ato janë 100% lëng i pastër i frutave. Lëngu i frutave përmban më shumë se sa ushqimet e tjera ëmbëlsues dhe problemi është se lëngjët e frutave kanë në sasi të konsideruara të sheqerit dhe për këtë arsye mund të shkaktojnë rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Përveç kësaj, duke pirë lëngje frutash, ju nuk do të përmbushni të njëjtën mënyrë si kur hani fruta. Gjithashtu qëndroni larg frutave të thata. Edhe pse frutat e thata përmbajnë shumë fibër dhe lëndë ushqyese, procesi i tharjes së tyre shkakton në mënyrë të natyrshme përqendrim të sheqerit, duke i bërë ato më të koncentruara. Ndorsa hani rrushë të thatë, kajsi të thata, kumulla të thata ose produkte të tjera të thata, ju do të rrisni menjëherë sheqerin në gjak. Qëndrojini larg frutave të thata dhe në vend të tyre konsumoni fruta të freskëta, të tilla si rrushi, piepri, luleshtrydhe dhe pjeshka. Orizi, bardh, buka dhe mjedhi gjithashtu duhet të reduktohen. Produktet që kanë në përmbajtje të tyre nisështe të rafinuar të bardhë, si për shembull orizi i bardhë dhe çdo gjë tjetër e bërë me miell të bardhë, duke përfshirë këtu edhe bukët edhe makaronat, janë në kundravajtje të plot në trupin tuaj nëse vuani nga diabeti tipi 2. Përbërësit e bardhë veprojnë në një shoj si sheqeri dhe trupi do të fillojë të tresë dhe do të shkaktojë menjëherë nivele të larta të glukozës. Zvendësojeni ato me drithra të tilla si drithra të kafe, orizi i egër, elbi, mielli i tërshërës dhe drithra të pasur me fibër, të cilat do të përmirësojnë shëndetin tuaj. Evitoni nga dieta juaj bulmetin e pasur me yndyra. Ju ndoshta keni dëgjuar se produktet e qumshtit të ngopur dhe yndyrat mund të ngrenë nivelin e keq të kolesterolit, që do të rrisin gjithashtu edhe rrezikun e sëmundjeve në zemër, por ngopja me yndyra mund të shkaktojë edhe probleme të tjera serioze te njerëzit me diabet. Gjithashtu evitoni mishin me djam. Ju do të dëshironi të shmangni yndyrat e larta të disa pjesë të mishit për të njëjtën arsye si të gjitha produktet e bulmetit të bëra nga qumshti, sepse janë të ngopura me yndyra. Yndyra në pjesë të caktuara të mishit rrisin kolesterolin dhe ulin rezistencën në trupin tuaj. Gjithashtu evitoni ushqimet e skuqura pasi do të ndikojnë negativisht
në shëndetin tuaj. E njëjta gjë mund të ndodhë edhe me alkoolin. Nëse vuani nga diabeti, duhet të tregojeni më dorështrënguar me këto produkte, pasi mund të ndikojnë në vërtet keq në shëndetin tuaj. Në mbar botën po jepet alarmi se diabetikët po shtohen në masë. E njëjta gjë ndodh edhe në vendin tonë. Shoqata Amerikane e Diabetit, e njohur për studime të theduara në këtë fushë, ka paraqitur një pasqyrë të ushqimeve dhe aktiviteteve që duhet të kryeni në mënyrë që të mbani larg problemet e diabetit. Të dhënat e mbledhura nga studime të ndryshme tregojnë se frutat, perimet dhe dietat e ekuilibruara do të ulin në riskun për të vuajtur nga diabeti tipi 2. Për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të mbajtur nën kontroll luhatit e sheqerit në gjak, atëherë duhet të tregojeni më të vëmendshëm edhe me drithrat dhe frutat. Sipas një studimi të fundit në Institutin e Shkencave dhe Teknologjisë në Universitetin e Cambridge-it, përdorimi i drithrave të ndryshme me masë efikase është një mënyrë parandalimi i diabetit. Po ashtu, pas kërkimeve të shumta, studiuesit zbuluan se njerëzit që konsumojnë më shumë fruta sëmuren 21% më pak nga diabeti se ata që nuk i hanë. Njerëzit që hanë 16 lloje të ushqimeve të ndryshme kanë afër 40% më pak mundësi që të vuajnë nga diabeti. Duhet të dini se trajtimi i diabetit duhet të bëhet gjithmonë individual. Trajtimi i diabetit duhet të ndryshojë nga personi në person. Sipas një udhëzimi të fundit të publikuar nga Shoqata Amerikane e Diabetit dhe Shoqata Evropiane e Studimeve të Diabetit, treguesit e sheqerit në gjak varen nga mosha, gjendja shëndetësore, ndërlikimi i sëmundjeve të personit dhe diabeti. Sidoqoftë nëse niveli i sheqerit në gjak gjatë 3 muajve pas trajtimit ende nuk mund të mbahet nën kontroll në mënyrë efektive, duhet të ndryshoni barnat në këshillën e mjekut, për të evituar kështu edhe problemet. Gjithashtu, personat që përmes ushqimit japin organizmit sasi të madhe të vitaminës K kanë gjasa më të pakta për të prekur nga diabeti tipi 2. Shkencëtarët holandez nga Universiteti i Utrechtit, pasi kanë studiuar për 10 vite më shumë se 38.000 persona, ulëntuesit kanë llogaritur se konsumi i rritur i vitaminës K është i lidhur me gjasa 20% më pak mundësi për të zhvilluar diabetin e tipit 2. Një tjetër produkt pozitiv për personat që vuajnë nga diabeti gjithashtu është edhe përfshirja e çajit të zi. Çaji i zi, i njohur për përmbajtjen e lartë të antioksidantëve në përbërje të tij, mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të ndihmuar trupin tuaj në balancimin e këtyre shqetësimeve. Edhe seleni është një zgjidhje produktive për personat që tashmë vuajnë nga luhatjet e sheqerit në gjak. Studimet e fundit shkencore franceze kanë treguar se niveli i lartë i selenit në gjak mund të ulë rrezikun për të pasur edhe çrregullime të metabolizimit të glukozës në trup dhe përmirësim të dukshëm kundër këtyre shqetësimeve. Gjithashtu, për të mbajtur nën kontroll problemet e sheqerit në gjak, ju duhet të hiqni dorë edhe nga pijet me ngjyrë, pasi ato do të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj. Shkencëtarët në Boston kanë zbuluar se, duke pirë rregullisht pije freskuese të ngjyrosura çdo ditë, ju do të dyfishoni rrezikun e sindromës metabolike, duke ndikuar kështu në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe krijimin e problemeve të theksuara për luhatjen e sheqerit në gjak. Gjithashtu, acidet yndyrore omega 3 janë një mburojë shumë e mirë për shëndetin tuaj nëse doni të mbani larg edhe problemet e sheqerit në gjak. Pasuroni dietën tuaj me produkte sa më natyrale, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në luhatjet e sheqerit në gjak dhe do të sjellin rezultate të kënaqshme në shëndetin tuaj. Trajtimi i diabetit duhet të bëhet gjithmonë në përzgjedhjen e ushqimeve të duhura në kombinim me këshillat e mjekut për të hequr dorë gjithashtu edhe nga ushqyesit që ju dëmtojnë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.